Në kuadër të edicionit të parë të javës së letërsisë shqipe, shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club, në bashkëpunim me PEN Qendrën e Shqipërisë dhe PEN Qendrën e Kosovës, me datën 25 prill organizuan një tryezë letrare me temën Letërsia shqipe në programet dhe tekstet mësimore. Diskutimet u përqendruan në rolin e letërsisë shqipe në arsimin publik dhe sfidat që hasin tekstet mësimore në të dy shtetet shqiptare. Studiuesi Sadik Beko theksoi rëndësinë e përfaqësimit të zhanrave dhe miteve në tekstet shkollore, duke krahasuar qasjen shqiptare me atë të vendeve të huaja. Ai vuri në dukje se disa lektyra, si Romeo dhe Julieta, mund të jenë tepër të rënda për moshat e reja, duke sugjeruar një përzgjedhje më të përshtatshme për nxënësit. Po ashtu, shkrimtari dhe akademiku Sali Bashota u ndalë të sfidat e hartimit të programeve mësimore në Kosovë, duke theksuar se ka mungesë koordinimi mes niveleve të arsimit fillor dhe atij të mesëm. Ai theksoi nevojën për përzgjedhje të përbashkëta të autorëve shqiptar, si dhe për më shumë bashkëpunim mes dy ministrive të arsimit në Kosovë dhe Shqipëri. Pjesëmarrësit u ndalin edhe në problematikën e gjuhës dhe rëndësisë që ajo ka si themel i letërsisë. Dimitrov Popović, redaktor dhe përkthyes në entin e teksteve në gjuhën shqipe, foli për përfshirjen e shqipës në tekstet mësimore dhe sfidat për ruajtjen e standardit gjuhësor. Ndërkaq, Ismet Kallaba, kryetari i shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Club, theksoi faktin pozitiv që tekstet hartohen nga shqiptarët, por sipas tij, duhet më shumë investim dhe kontroll cilësor në përmbajtjen dhe mënyrën e përçimit të mesazhit letrar që nga Betania deri në universitet. Tryeza përfundoi me thirrjen për më shumë bashkëpunim institucional dhe vizion të përbashkët për të ardhmen e letërsisë shqipe në arsim, duke u fokusuar te zhvillimi i kurrikulave moderne dhe teksteve me vlerë artistike gjuhësore. Kjo tregon se tekstet nga koha e komunizmit në periudhën e tranzicionit kanë lëvizur. Tani marr me këtë rast, unë jam mësues i vjetër, tani jam 82 vjeç, nuk kisha ndërmend merresha me këtë, po që me që po mbahej kjo. Morë pas tekstet janë shumë serioze nga që kanë qenë, edhe në kohën e komunizmit, por edhe në periudhën e tranzicionit. Tani në Shqipëri, sa për informim, ekziston ai quhet alter teksti. Do më në një shkolla të ndryshme ka autor të ndryshëm. Diku e ka shtëpia Albas e kësaj Rita Petros, diku është Pegi, do më shkollat zgjedhin tekstet. Dhe ajo që është e përbashkët është kurrikula, e cila jepet si kuadrat nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Është e njëjtë. Autor pastaj zgjedhin. E pash të futur pra thash këtë tekstin e Budit, por këtë radhë interpretohej tamam atje ku të çon, domethënë, mesazhi i autorit. Po me këtë djalin, pra po e bëj për ta shtiruar domethënë nga akademizmi, duke parë një tekst që shkoi Sefullah Malshova. Sefullah Malshova ka qenë një autor në kohën e Enverit ndalor komplet. Që ishim kthyer demokraci, ishte futur një tekst i tij. Po çfarë ishte zgjedhur? Ishte zgjedhur një tekst, s'kam qifrike, s'kam pallate, s'kam dyqan me 4 kate, po e dua Shqipërinë për i stan në Trebesi. Tani ky djali biznesmen, ky që ka budall, më tha mua, ky s'dash ka pallate dha, ky që ka komunisëm, më tha mua, pse kanë futur këtë tekstit? Ta shikon, edhe baba yt ka qenë komunist, për ka drejt tani edhe biznesmen, tani më në gatoron muhabetin shumë. Por, ai tani, nësi, varet se vërtet një autor i persekutuar, varet se çfarë i ke zgjedhur ti aty autorin që ke futur tekstin këtu, sepse ai tekst kërkon edhe një farë, domethënë kërkon një farë përgatitje, cili ka qenë autori, që ka qenë koha, cili është konteksti, se duhet vendosur. Nëse nuk duhet të bëjmë, sepse bëjmë analizat e gjata, po duhet të them për këtë punë, sepse prap nuk jam kundra Sefullahit, sepse ai sado që ishte komunist, ishte në fakt ishte nacionalist. Se unë e dua Shqipërinë, thosh ai që nga Shkodra në Branin, ose e dua që nga Shkupi në Jani. Pra ai në fakt ishte për Shqipërinë etnike, pavarësisht se ishte, si po ishte nacionalist, ishte komunist, ishte tjetër puna e tij. Tani të vinë të tekstet. Si janë sot këto tekstet, që tash janë më të mira? Po,
Ajo këtu tekste duhet t'i nënshtrohet, domethënë këtyre ti detyrimi. Pra, ta bëjnë zësi të aftë për ato që i quajnë 4 kompetenca, 4 aftësi. Domethënë të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit. Tani kjo është bazë dhe kjo është si kornizë dhe është metodë pastaj që është shkrirë dhe zbatohet në temat që bëhen. Për shembull, këtu kam klasën e 8. Jepet 80 orë letërsi, ka 30 orë tekste në prozë. Në tekstet para universitare të klasës 7, 8, 9, jo në gjimnas, shpjegimi bëhet mbi bazën e gjinive. Lirika, epika, kjo pas dramatika, kjo pra ndahet sipas gjinive. Dhe në bazë tyre pas e jepen autorët. Ndarja sigurisht ka jepen njohuri të teorisë së letërsisë, zakonisht në fillim të tekstit, po pastaj shkrihet figurat letrare sipas teksteve që janë vendosur. Veç njohurive për teorinë e letërsisë jepen njohuri për folklor. Ka tekste folklorike nga më të bukurat janë fotoprava, fotolegjenda të bukura. Ja fotocikli mujt dhe i Halili, është Rozafa. Këto janë në varësi të viteve, jo në të njëjtin vit. Jepet mitologji pra shqiptare, po jepet në një tekst tjetër të klasës së 9 jepet mitologji greke. Pastaj kalohet te letësia shqiptare, kryesisht e proza. Në prozë këtu ka më shumë vend, se sa janë rreth bëhet 2 orë se cili nga këta autorët, kryesisht tekstet e letësisë shqipe e prozës shqiptare, domethënë janë më të gjera nga ato të huaj, janë 8 autorë. Autorët e huaj janë 6 përgjithsisht. Poetët shqiptarë në poezi, në prozë, për shembull, në klasën e 8, Kuteli, Rin Katerin, Kaderek, Shtjela, Koliqi, Kubulla për Tejmurin, Jasmina, Canaj, Nënqarë Porin Devasha, Pashku, Gjari Palvizje, Bigjeni, Odin Molpanzen, Terbeshira, Shkriqimi i Zyllës, Agolli. Këto janë tekstet që në prozë 2 orë se cili ka këta nga këto tekste që jepet në klasën e 8. Pastaj jepet në autorët e huaj, poet, plaku e deti Hemingway, plaku e deti sugjerohet edhe si për të bërë kështu unë jashtë klase. Me gjithë është vepër e vështirë, jemi dësit janë të kësaj moshe, klasës së 9, unë nuk e di sepse neve kemi bërë në kohën time në shekullin 20 bërim diku në fundi klasës 4, po në këto vite për shembull në klasën e 9 jepet Kështjella e Kaderes si jashtë klase, sepse pranë saj vendoset e famshmja Kenga e Dojqinës dhe pasi është ky tekst si është transformuar në autori një tekst tjetër për të lidhur folklorin me atë letërsinë e zhvilluar. Po nga të huajt jepet në Marques, Derrida Siehuj, jepet Lec Leggio, francez, Russell, Giovanni Munci. Janë disa autorë të huaj që edhe unë si kam dëgjuar, po tani letërsia tekstet e reja kanë hyrë dhe përkthimet në Tiranë janë të shumta. Nuk e di çfarë se si është kjo punë, po te poetët shqiptar besoj se është mirë. Në këtë Nazim Shkreli ka poezi, Zeb Zorba ka poezi të mira janë të Shkrelit, Gjeni Ujanijesis në Lavgushi. Pase ka poetë të huaj, këta janë poetët nga më të vështirë në botë, se janë poetë modernës, Verlaine, edhe një poezi nga Federico Garcia Lorca, Kitara.
në dramë, Arturo Ui, dramë shqiptare, të më thënë dramatik shqiptare, komedia pas vdekjes, dhe tragedi botërore, Romeo e Julieta, William Shakespeare. Tani mendoj se problemi është tekstet shqiptare në njerë janë shumë të varfra me ato tekstet e letërsisë së huaj. Se të jam Romeo e Julieta dhe pas vdekjes e këqa jupi do më të nështë një gjë. Megjithatë, kam një tjetër vredje, unë tani jam, si thash, jam jashtë radhëve, por të japsh në klasën e nëm, Romeo dhe Julieta, mua më duket pak si herë, dhe mendoj se këto tekste janë të ngjeshura, nuk e di se sa i marrin parasysh apsit mendore të fëmijëve, sa janë ta të thithi këto lloj tekste, sidoqo, unë mendoj se për kurrikulat mësimore duhet specialistët që kemi ne tani me psikologë, me të tjerë, ma që këto gjëra i din me mirë nga ne. Ose mund këtë dhe një gjë tjetër. Marrin tekstet e huaja që janë i të përkthyera, edhe mi marrin kalla pa to pastaj dhe i fusin në kulturën shqiptare. Ne dim që sot kultura e leximit për ta mbyllur është e ulët, nuk e dim se sa lexojnë fëmijët, këto tekste kaq të vështira në këtë moshë për mua më duken të papërtypshme. Po për të duhet plasim mësuesit. Faleminderit. Faleminderit për ta vazhduar. Ideja është që të japin, si thash edhe në hyrje, të japin përvojat e 3 vendeve. Edhe për të parë se sa ka dallime, por sa ka edhe gjërat e përbashkëta. Fjalën e ka profesor Sali Bashota, profesor universiteti, poet, shkrimtar, që është marrë edhe në tekste shkollore, është marrë edhe në plan programa apo kurrikula si quhet. Faleminderit profesor, ju përshëndes gjithëve. Edhe në Kosovë, domethënë letërsia gjua shpjegohet me 2 libra alternativ. Edhe nxënësit, domethënë nuk e din ka shkojnë, cilin libër ta marrin, Albasin apo Dugaxhinin, apo Pegën apo librin shkollor. Faleminderit pra që je keni ardhur, në prani kam shumë studentët e mia, i përshëndes në mënyrë veçantë, po të gjithëve pranishmit, edhe panelin që jemi së bashku në këtë temë, mendoj mjaft me interes për të diskutuar, po kemi shumë shkurt sepse është mirë të gjithë të diskutojmë. Në Kosovë shteti financon librin botuesit. Domethënë botuesit që hapet konkursi, edhe shteti don me miliona euro dhe financon domethënë botuesit e Kosovës, se të janë regjistruar Kosovë. Votimet janë alternative, për shembull në klasën e 8 mund përdoren 3 libra të leximit letrar. Një nga shtëpia votuese PEG e Shqipërisë, që është regjistruar në Kosovë, një nga shtëpia votuese të Dugaxhinit Kosovës, dhe një nga shtëpia votuese Albas, që është edhe Maqedonia edhe në Kosovë. Prandaj në radhë të parë mësuesit dhe arsimtarët dhe profesorët e kanë shumë vështirë për saktuar, sepse letërsia del si biznes, ashtu që thot Northrop Frye. Nëse letërsia dhe arti del si biznes, lera estetike letrare rrezikohet. Letërsia në rrezik, si thot Bahtini, rrezikohet. Ky është një fenomen domethënë që e përcjell Kosovën me gjithë përpjekjet që bërë që kemi një abetarat përbashkët, disa iniciativa, disa të dhëna edhe nivelin politik, edhe nacional. Megjithatë, unë mendoj se më së vështiri, domethënë e kanë arsimtarët. Më së vështiri, se ballafaqohen me dilemë, atë marr këtë libër lexim letrar, këtë libër shkollor, pavarësisht fiksimit apo libra të tjerë, nuk është vetëm lexim letrar. Domethënë atë marr nga ky botues apo ky tjetër. Kam përvojë domethënë nga kontaktet me shumë miq që punojnë edhe në nivelin e shkollave të mesme dhe fillore, që kanë shumë vështirësi edhe kanë shumë trysni fillimin e vitit akademik. Shumë. Do të merrni ju Albasin apo do të merrni ju Dugaxhin? Domethënë është në tabor. Shkolla për shembull Hasan Prishtina merr e merr votimet e Albasit, shkolla tjetër Ismail Qemali merr votimet Fjala vjen Pegë dhe një tjetër. Domethënë janë të lashtë të mëdha. Përgjithësi. Tash këtu domethënë nga praktika atë që tha profesori, kur e pash këngët e Sibirat, Bogdan dhe klasën e 7, edhe mua më ka pyet. Po pyet një vajza e një miku tim, më tha se kuptoj, tha unë, çaj Sibirat.
që jo diçka teksti interpretimi. Dhe interpretimet, unë kam shikuar nga vetarja deri në klasën e 9, disa tekste domethënë. Edhe e tham domethënë në përgjithësi plot se komentet që e kanë bërë ata që kanë zgjedhur, janë autorët e tekstit, domethënë nuk përputhen me përmbajtjen e tekstit. Ka shumë teoretizime të se të e dentojnë domethënë mendin e nxënësit sepse nuk mundet nxënësit ballavaçohet me tregimet e kulisit nga 7 ose kutjetet nga 8 ose me Bogdanin ose me edhe Juri Faribobash, domethënë janë përfshira prej klasës së 7 deri në klasën e 9. Nuk mundet. I shoh studentit që janë domethënë në fakultet që studiojnë letërsi apo gjuhën që kanë vështirësi ta kuptojnë dhe ta interpretojnë. Kjo është praktikë e para, është e gjuhës, është të lashe në gjuhën, janë të lashe domethënë me përmbajtjen, është të lashe të tjera domethënë me porosinë e tekstit edhe shumë karakteristike të tjera. Problemi i literaturës obligative, ne e quajmë këtë problemi i literaturës obligative dhe edhe e lekturës së zgjedhur, sepse është e zgjedhur, domethënë është zgjedh butuesi ose zgjedh autori. Kjo është vështirësia më e madhe që ndoshta është bërë gabim që i ndihuar domethënë këto metoda të formave domethënë të përgatitjes së teksteve. E shorgetim ndërkohë nuk e kanë bërë në vetë. Jo, më kanë bërë model, po ata e kanë stat tjetër zhvillimi në vendet skandinave kanë domethënë ata marrin një kompjuter në shtëpinë e majnë, nxënësi ka domethënë dikun ofër 1 kg gjys 2, edhe krejt literaturën ka në shkollë. Nuk mban në vetë. Nga një takim imi me një diplomat kohëve të fundit, edhe e pyeta për Finland. Finland tha nxënësit kanë mësim tër ditor. Edhe tha fëmia kishte në klasën e 12 shkollë mesme dhe ka një kompjuter vogël e vendos një çantë, tha dhe me të shkon në tokë thjet. Gjysmë ore tha ka detyrën në shtëpi. Jo më shumë, gjysmë orë. Krejt domethënë krejt praktikë Finland është një nga shtetet në Evropë, do të themi në botë që është një nga shtetet moderne i punës, ndashme shtetet tjera Norvegji dhe Suedin skandinave, dhe kanë një praktikë të tillë. Këtu është problemi te praktika dhe është problemi sepse libra shkollor po flas jo vetëm për letërsi, po përgjithësi në Kosovë prej vitit mund të themi 2004-2005 këndje janë më shumë biznes. Unë e konsideroj që janë biznes i madh. Se botojnë me mirë ekzemplar. Ka shtëpi botuesi fitojnë shumë. Atë shteti subvencionon. Nuk subvencionojnë. Andaj ata shpëtojnë falas, nuk shiten librat. Librat nuk shiten, por shpëndojnë falas, dhe natyrisht domethënë është mendoj se është një praktikë jo e dobishme, por është e dëmshme në edukimin. Edukimin e vazhdueshëm të brezave të ndryshme, sepse ballavaçimi më i madh është i profesorit, i arsimtarit, e pastaj është i domethënë nxënësve se si duhet të realizojnë plan programet e këtyre mësimore. Mandri një çështje tjetër që është brengosëse, unë mendoj, është përfshirë, po flas për periudhat e letërsisë të romantizmit apo letërsisë vjetër apo letërsisë domethënë të viteve 50 të shekullit kaluar. Letërsia e sotme, poezia e sotme, letërsia, kritika ose domethënë proza ose poezia, dallimet janë shumë të mëdha në Shqipëri dhe në Kosovë. Fatkeqësisht, domethënë. Në zgjedhjen ato, domethënë ato janë dallime shumë të mëdha, edhe ndonjëherë zgjedhja nuk është qelluar. Faktikisht nuk është qelluar, domethënë, kam vërejtë, nuk është qelluar të zgjedhja përse nëse marrim autor nga Shqipëria në Kosovë, domethënë Kosova unë mendoj se është qendror më mirë në këtë aspekt. Mendimi im është, është subjektiv. Tre rresta. Po. Thotë kjo letërsi shqipe të sotme. Po. Kjo është klasa e 12. Po. Çfarë ka këtu? Të kohës sonë. Po. Drejtorojmë. Po. Ismail Kadare. Martin Çamaj, Azem Shkrej. Asnjë tjetër. Po. Domethënë, po flas domethënë për atë që e kam shikuar. Ose ndarja për shembull, ndarja nuk mund të themi ne letërsia e Kosovës, shifra e Kosovës. Gabim. Këtu s'është letërsia e Kosovës. Jo, është gabim Kosovë ke përdorur. Kosovë tash ona tjetër e medaljes. Ona tjetër në Kosovë. Domethënë edhe ke pjesë të më tjetër që është. Kështu që unë mendoj që mendimi im është autorët që mund të bëjnë edhe kanë bërë antologji të ndryshme, bashkë me profesorin kemi bërë një. Për librat ku përfaqësohet letërsia shqipe, kultura shqipe, që është historia shqiptare, unë mendoj që duhet të qenë autor përbashkët. Profesor Sadiku me profesor Ibrahimi.
Domethënë përbashkët. Kështu domethënë, kështu integrohet letërsia, integrohen autorët dhe nuk ka domethënë vështirësi se cili autor do të prezantohet. Nuk do të ketë vështirësi domethënë, sepse do të prezantohen autorët në bazë të kriterieve të vlerave letrore dhe estetike dhe veprave ose përzgjedhja e teksteve që janë të rëndësishme dhe që kanë vlerë letrore. Se vlerë një tekst mund të ketë ajo që përmendet, ka vlerë, domethënë, ka vlerë pak a shumë të paraqitjes së një fenomeni që është duket që absurd, se s'do të pas pallate. Po, do të më jetu në barbari. Përgjithësi, po janë shumë çështje që lidhen domethënë me vetë përbilimin e programeve mësimore në universitet më dhe është më mirë. Nëse mund të jepni një lloj në universitet të ne, në universitet të ne në Prishtinë nga përvoja ime domethënë letërsia mësohet këtë letërsi shqipe, pa dallim. Autorë nga Shqipëria, autorë nga Kosova, autorë nga Republika e Veriut, doni nga Lubina e Preshevën, diaspora ka më pak, ta që kanë qenë më herët, domethënë janë të kuadruar, po mësohet më mirë. Në shkollën fillore, sidomos, edhe shkollat e mesme në Kosovë nuk është një prezantim mendoj me vlera dhe kritere letrore. S'pa tham shkencore, për shkak se janë shkencore, për vlera letrore dhe estetike, unë sipas mendimit tim, është mendim subjektiv imi, po duke i shikuar disa parametra aty që janë përfshirë domethënë të një pjesë e madhe e letërsisë shqipe, mund të them se ka nevojë të bën tekste të përbashkëta të autorëve që mund të zgjedhin për shembull. Profesor Sadiku mund të zgjedh Azem Shkel, unë mund të zgjedh disa zhitën ose mund të zgjedh domethënë Katarën e tjerë dhe mandej shikuar. Po një efekt tjetër që mendoj që është defekt, është te komenti edhe te interpretimi. Domethënë, aparati pedagogjik, domethënë është të Kosovë po vlas një pjesë e madhe të teksteve, edhe për autorët e letërsisë botërore, sepse ka pranë shumë letërsi botërore, ka domethënë probleme të mëdha. Kosovë në kohë është mësuar më shumë letërsia se gjuha. Dhe lënda ka qenë gjuhë shqipe dhe letërsi, kështu quhet Kosovë, gjuhë shqipe dhe letërsi. Në kohë ka qenë vetëm letërsi shqipe. Është letërsi duke përfshirë jo vetëm letërsinë shqipe dhe botërore, tash është gjuhë shqipe dhe letërsi. Mungojnë shumë, një kohë kanë munguar shumë, do thosha, tekste orientuese për mësimdhënësit se sa rëndësishme është gjuha. Gjuha është lëmë milion. Nuk mund mësohet letërsia pa gjuhë. Gjuha është baza e letërsisë. Ne jemi shkrimtarë, kemi dëshirë me thonë që veprat e poezisë. Gjuha është baza e letërsisë. Po përshëndoj domethënë me mendimin tim që tekstet domethënë shkollore, mes po flasim me letërsi, leximi letrar, do të prej abetarës e deri te nivelin akademik. Mësohet letërsia dhe gjuha, që janë bashkë. Unë mendoj që për pas një sukses në realizimin edhe përzgjedhjen e veprave rëndësishme me vlerë letrare dhe estetike, mund të bëjnë autor nga Kosova, nga Shqipëria, mund të jenë edhe nga Ulqini, mund të jenë edhe nga Maqedonia, domethënë mund të pa preshtim. Po mendoj se dy shtetet, Kosova dhe Shqipëria, me dy ministrit e arsimit, mendoj që duhet më gjatë, edhe më mirë të mendojmë se si mund të botohen tekste, duke investuar ndoshta vetë shtëpi botuese, jo me përkrah shtetit. Sepse është një çështje tjetër, nëse shtëpia botuese investon vetë, është ka kritere tjetër. Nëse mua si shtëpi botuese më japin 1 milion që të botoj unë libra prej klasës së parë deri në universitet, atëherë u disi menaxhoj me ato nit. Mirë. Besoj se janë çështje të cilat i theksuat edhe më parë. Para sa pa shumë deri më tash në këto diskutime për të mos parafrazuar, po dalin pak 2-3 probleme. Problemi i parë është që jo gjithherë, për shembull, autorët përkatët, si tha profesor Sadiku, përfaqësohen në mënyrë më të dënjë me gjërat e tyre antologjike. Problemi që shtoi profesor Salihu është problem i cili lidhet me atë që po e quan që kjo punë është shndruar edhe në biznes. Të pastaj janë çështje që implikohet edhe shteti e tjerë, po ne nuk e kemi këtë problemin e teksteve alternative. Unë mendoj që ka një gjë të mirë kjo, po ka edhe një gjë të keqe, sepse fakti që kemi vetëm një tekst zyrtar, domethënë edhe kufizon gjërat. Sado që ka edhe të mirat e veta, sepse mbase standardizohen disa gjëra. Unë do përpiqem që prospektoj kohën që thash edhe për të tjerët,
po të bëhet një retrospektiv e shkurt e plan programeve edhe teksteve shkollore në malin e zi. Flas sigurisht për plan programet e gjuhës e letërsisë shqipe edhe për tekstet e letërsisë. Ka pasur probleme jo të vogla. Deri në vitet 90 për shembull ka pasur autorë të ndaluar, të kjo duhet pohuar. Ka pasur dikur më kujtohet kur unë kam filluar karrierën time si manes i ri në shkollën e mesme të Ulsinit, kemi pasur një libër në përdorim zyrtar, të vetëm një libër deri në vitet 90. Pra ka qenë një problem, siç thotë profesori Xhep Ismaili, është bërë luftë për gjuhën, për letërsinë, për pasur çfarë do autori po. Pas viteve 90 ka ndryshuar çështja dhe mund të themi se tash mbase del një nga problemet themelore që njëherë kriter themelor cili do të jetë në hartimin e plan programeve edhe në tekste shkollore, pastaj që si rezultat i kësaj të parës. A duhet të bëjmë tekste që përfaqësojnë letërsinë në mënyrë panoramike, gjithëpërfshirëse apo antologjike? Mendoj se ky është një problem. Është një problem. Sa kam parë në përqasje me disa tekste edhe plan programe në Shqipëri, atje më duket se ka një prirje që të mësohen me pak autor, po të mësohen më shumë orë. Kjo ka anën e mirë, sepse siç thonë autorët s'ke nevojë për shembull të merresh me Zefserenmen, sepse nëse mëson Jeranin Beradën e ke aty, e ke si stil, e ke si shfaqje, e ke si personazh, e ke si lloj, si zhanër e tjerë. Po çka është e rëndësishme, mendoj unë? Është e rëndësishme njëherë që të themi një diçka që letërsia shqipe në tekstet shkollore edhe letërsia shqipe në plan programet për shqiptarët në malin e zi është dikon në masën sillet nga 40 deri në 50%. Domethënë, autor dhe vepra shqiptare në raport me letërsinë tjetër janë nga 40 deri në 50%. Varësisht prej vitit, unë flas më shumë sepse nuk jam njohës shumë i mirë, në shkollën fillore, po flas për shkollat e mesme. Dhe kjo mendoj që nuk është raporti i keq, është raporti i mirë, por ka edhe një problem tjetër tash. Ne themi, është shumë e vërtet që themi se ne kemi letërsi të mirë, nganjëherë shkrimtarët nga zlehen vetë kemi autor të mirë, po realisht duke i referuar asaj që ka thënë Konica, një nga dietarët më të mëdhenj dhe ka përmendur atë koferin e Konicës, domethënë sa letërsi shqipe mund të fus brenda një valixhe, po që matet me letërsitë më të mira, sepse ai atë njohje ka pasur, letërsitë më të mira botërore. Po fëmijët, nxënësit normalisht që do duhej të mësojnë letërsinë shqipe ashtu siç është me të gjitha laramanin e vet, domethënë me atë lloj-llojshmërinë e vet, sepse unë nuk e shoh problemin këtu shumë vetëm që të bëhen tekste të përbashkëta. Ka pasur një ide të tillë, nuk është arritur edhe për arsye se shtetet duhet të merren vesh. Kjo është çështje që ju takon shteteve, po që na takon edhe ne në një farë mënyrë që të themi ato mendimet e veta. Specifikat megjithatë duhet të jetë, sepse fundit, unë nuk jam që një shkrimtar nga treva shqiptare në malin e zi të hyj në një tekst shkollor, në një plan program në Shqipëri apo në Kosovë, vetëm se është nga shqiptari në malin. Por fakti se letërsia shqipe zhvillohet me ndryshimet e veta dhe këtë duhet ta pohojmë, ne nuk mund të themi se mësojmë shumë asaj letërsi shqipe, por ka specifikat e veta. Po të shihet realisht me kritere profesionale. A ka ndryshime letërsia shqipe që shkruan nga shqiptarët në Kosovë edhe shqiptarët të vendit të asaj që është quajtur ishi Jugosllavi? A ka ndryshime në stil? Ka ndryshime. Nuk është se mund të ndahet, dhe ne sigurisht që jemi angazhuar, unë jam një nga ata që nuk duhet ta ndajmë letërsinë shqipe. O sidoqoftë ka specifika me vet. Çka duhet të them për të mos e zgjatur shumë? Përveç letërsisë shqipe, ne mësojmë në kuadër të plan programe, mësojmë edhe autoret që kanë qenë dhe asaj hapësire që është quajtur ishi Jugosllavi. Besiten emra të njëjtë realisht, që nga Andriqi, pastaj Danilo Kishi, edhe ka autor të tjerë, për shembull
mësohet edhe një autor Ivan Gundolici që mendoj është një autor nga Dalmacia, që është një autor i parëndësishëm edhe për vetë letërsinë kroate, por që ka mbetur atë. Tash ka një problematik në më. Shqiptarët në Malin e Zi, edhe përgjithsisht ato që nuk janë shumë, se realisht në Malin e Zi nuk ka shumicë. A kanë probleme sa i përket disa raporteve jashtëletrare që janë lidhur me autorë të ndryshëm? Ka. A duhet ta dim këtë nxënës? Unë mendoj se më mirë të dim që mos ta dim, sepse ka një problem tjetër më dhej. Nëse e marrin vesh dikur, thonë që po çka kanë bërë ata që i kanë bërë tekste. Çka kanë bërë ata që i kanë hartuar tekste. Unë nuk them që shkrimtari duhet të vlerësohet për veprën e tij, për angazhimin e tij publik që e ka bërë. Por si do të qoftë, ka edhe, le të themi, elemente të tilla. Edhe për ta përmbyllur, është një gjë e rëndësishme. Duhet pohojnë botërisht se nuk ka autor, tash për tash, unë jam një nga njerëzit që jam angazhuar edhe për plan programe, edhe kam hartuar ndonjë tekst shkollor, për shkollë fillore dhe të mesme, që është i ndaluar do thuhet që nga endet, nga institucionet që mos e përfshini këtë. Por, është një e vërtet se autoret të cilët kanë hyrë shpesh herë, kemi pasur edhe ne një prirje me atë idenë që të përfshim sa më shumë autorë, dhe këtu dem një problem për shembull ata që e bëjnë sidomos letërsinë bashkëkohore. Ne kemi pasur më tepër autorë se sa duhet për shembull. Ka pasur autor aq shumë sa që vetëm si mëngjë kur e zbaton këtë, ka vështirë ta zbatoj, sepse kemi pasur autor tash pak a shumë janë rishikuar këto gjëra, dhe për të thënë se këto tribuna, këto veprimtari shërbejnë për t'i shtruar probleme. Edhe ndonjë gjë që është mirë ta them, ka disa probleme që në plan programe, edhe sidomos në tekste shkollore janë irrituese. Edhe për shqiptarët në Malin e Zi, flas për konkretisht. Për shembull, ai problemi me që është qesharat realisht, ai problemi me lojtimet e vendeve. Ende vazhdohet për shembull në për tekste shkollore të përdoret barë që s'ka asnjë kuptim për kivarin. Cetinje për cetin, her pas here, në disa tekste. Dhe këto janë çështjet që Mali i Zi dhe institucionet duhet kuptojnë një gjë, që është një gjë elementare që nga shqiptarët tash po hyjnë sepse gjërat nuk janë krejt të panidhura. Jo vetëm që nuk e ardhur asnjë e keqe Mali i Zi, por kanë qenë një ndër ata të cilët kanë kontribuar në mënyrë mbase edhe thelbësore për pavarësinë e tij. Faleminderit. A kam kalu po në rozën? Pak po, si ti. Ty të lejohet. Atëherë, unë hap diskutimin, Dimitrov? Mali i Zi është shtet qytetar, nuk është shtet kombëtar si është Shqipëria dhe si është Kosova. Domethënë Kosova vërtet ne. Është shtet kombëtar, ka popullsi më shumë shqiptare, shtet kombëtar. Mali i Zi është shtet qytetar. Kështu që në Mali i Zi u dërvojë në lakna, mos e pas shumë kujdes, gjelën laknat e huja. Një pakicë krejt e vogël për ish punë dhe jenë dëshmëtar këmë gjana. Ajo që tha Haxhia është shumë e vërtet, edhe sa me ditë afërsisht me saktësi, si është e përfshirë në sistemin e shkollës fillore, shqiptar nga Mali i Zi 15 ose 6.75%, malazez në libra tona 16 ose 7.2%. Nga Shqipëria kemi 111 për gjitha klasat bashkë, ose 50%. Nga Kosova kemi 29 ose 13%, edhe të huaj 51, 22.9%. Dhe më thamë, në përgjithësi, në ciklin e mandvjeqarë, letërsia shqipe përfaqësohet me 71%, dhe letërsia huaj, duke futur në letërsia huaj, edhe letërsia malazeze, 22.9%. 29% me fjalë. 71 me 29. Për shkollën e mesme,
ka tregues më të mirë dhe jam aty me atë konkluzionin që dha Haxhia. Shqiptar gjithsej për 4 klasat 11 ose 7.6%, Malazez 12 ose 8.3%, nga Shqipëria 58 ose 40.2%, nga Kosova 10 ose 6.9%, të huaj 53-36.8%. Domethënë, raporti është 55% nga letërsia shqiptare, 45% nga letërsia e huaj. Cili është problemi që del? Jam plotësisht dakord me diskutimet, te ne është disimanërisht, tek ne nuk ka altertekst. Tek ne ka një libër, kush e fiton konkursin, që kalon nëpër komisione të recenzentëve, miraton Këshilli Përgjithshëm i Arsimit, edhe ai është libri. Për këtë jemi nesh edhe gjatë kohës kur është miratu abetarja marrëkombëtare herën e parë, edhe tash që është miratu herën e dytë. Ku na lind një problem që ka dalë edhe në tos edhe këtu edhe në shkollën ku jemi, si do ta shfrytëzojmë një 20% që kemi. Nuk është krejt kollaj. Pse nuk është krejt kollaj? Njëherë unë s'mune me dhanë orientim, se unë aty ku jam bira funit e kavallit me fjalë, aty ka 70 vetë që punojnë, janë 69 vetë që merren me gjuhën malazeze dhe jam unë vetëm me fjalë. Edhe jam ndoshta i vetmi njeri që s'm kontrollon kush, asnjëherë s'm kontrollon kurkush shabaj, del libri, shqyr që është ai panajiri i Tiranës, makar janë në sytë dikujt që më na kontrollu, edhe më na pa se ç'a bëhet me fjalë. Ka qenë ngjisim për ne që panajiri i Tiranës vitin e kaluar na dhan një diplom për përfaqësimin e autorëve shqiptar në këto tekste që kemi. A ka dobësi? Jam dakord me Haxhin, ka shumë dobësi. Ka shumë dobësi. Ku qëndrojnë probleme tjera? Kam përshtypjen, pak ka futjet elementit shqiptar aty ku tjerët muhabeti, aty ku vendoset. Për shembull, për programet janë marrë bazë programet ekzistuese që kanë malin e zi, në gjuhën malazeze. Se është literatura që i përcjell tanë nga Beogradi, nga ta në tanë. Për gjuhën, duhet me kënë më të guximshëm, me marrë bazë programin e Shqipërisë, se çfarë në nëllë, ja të shihën të i bëha librat e gjuhës, librat e ri të gjuhës, nga klasa parë dhe në klasën 9. Si mjetë, do pajmë qmos për 7 klasë me i kry. Që në nëllë, autorët që kanë bëha programin e gjuhës Shqipe, për mendimin të madin, ka vit, spaku ata që kanë kry për gjuhë, se nga 5 vetëm një ka kry për gjuhë, 4 tjerë nuk kanë kry për letërsi ose për sistem deri në klasën e 5. Duhet me mësu më përpara rrethanorin e kohës, mënyrës sasi, se që atëherë mësot na i folja më vonë, se kundërta. Mësohet fonetika, leksikologjia, mësohet fonetika, mësane në gramatik pjesa parë, morfologji që kemi gjithë ato, mësohen këto pjesë të ligjëratës së ndërçanë, pastaj hyet në sintaksën e fjalisë, pastaj hyet çka ka fjali për më, edhe në sintaksën e periudhës së zëruar. Edhe bijnë konflikt me profesorët e Universitetit Shkodrës që janë të i bën këto libra. E kena pas librin Gjuha Shqipe 1. Domethënë, krejt libri me ata figura, me ata ilustrime që ka gjuha në serbisht 1, gjuhën malazeze 1, njësoj, vërse është lanë figura edhe ai teksti është përshtat nga përkthyesi. Tash i kemi hek gjithas, va programi, një bar programin me fjalë, në bazën e programit po bëjmë librat e ri, dalin pak më të mëdha librat, dalin më shumë serume, edhe komisionit që kanë kanë dhënë mendime të mira. Vim edhe herë te 20%. Kërkohet që me pas një diçka të përbashkët. Nuk e di si do vim, duhet me hyrë në bisedime. Hyjnë në bisedime për me formu qeverinë, me formu parlamentin, me fjalë ku nuk ngojnë shqiptarë nga 1 deri në 5, 6 janë aty. Nuk bisedohet për këtë punë asnjë. Si ka mundësi për shembull, të ekzistojë një end, po mendoj, siç është endi shkollor, më falni, endi i librave këtu ku punojnë, e të mos ketë sfaku disa shqiptarë që punojnë aty. Shiko, natën kisha ikë që mos me punu aty. T'ju them sinqerisht, ju them shumë me shumë ndërgjegje, sepse ka shumë punë. 41 libra kam me përgatit për ministrator. 41 libra, nga cilat 21 janë vetëm gjuhë. Po janë ata përkthime, jo biologji, jo kimi, jo këto tjera që kanë. Po janë 3 muzika me ka 2 libra, po janë 3 të artit figurativ me ka 2 libra me fjalë që janë. Kështu që lodha është shumë e madhe. Unë sado gjeni me kënë, sado di me kënë, vetëm ajo që ekziston një njeri për këtë punë,
Dhe më thonë presupozon që do ketë gabime, do ketë gjana që nuk arrijnë. Unë i mirëpres vërejtjet që kanë, shumë është për të bëha, veç se edhe do ta mbyll me këto që i përgatisin librat, sidomos në shkollën e mesme. Ja kam idenë që janë jashtë çdo kontrolli, se ne vetëm i përkthejmë librat e shkollës mesme, librat shkencore që janë. Kur shkojmë në Tiranë, në panel, studentët e universitetit vinë i marrin librat, ne nuk shkojmë më shit, ne shkojmë veç me ekspozu se kemi bërë reformën europiane dhe me pa librin. I marrin librat. Profesorëve Bihodi thotë, psikologjia që mëson nxënësin vitin e 2 të gjimnazit të tek ne, e mëson studentin vitin e 4 të universitetit në Tiranë. Ata vinë e blejnë. Ka një mos përfullë madhe midis dijes edhe mosh përkatëse. Tani këta gjëra duhet do t'ju kërkoja në vazhdim që të përqendrohemi në temën e kësaj tribune që është, e kësaj tryse që është përfshirja e letërsisë shqipe në plan programe edhe në tekste shkollore. Sado që gjërat janë të lidhura, gjuha nuk ka letërsi pa gjuhë tjera dhe kuptoj. Nga shqiptarët nuk është se nuk ka pasur kërkesa që mbase edhe të hartohet një drejtori e veçantë për këto çështje në kuadër të ministrive për të marrë me ato që quhen lëndët identitare përfshirë sigurisht edhe letërsinë shqipe. Një problem i veçantë është historia shqiptare, por nuk është, do të thënë, çështje e kësaj tryze. Unë do të ftoj kush dëshiron të marrë pjesë në diskutim, mbase është mirë që unë ta them një emër, është një njerëz që është marrë edhe në aspektin, do të themi, edhe social, edhe sociokulturor të çështjeve të ndryshme të shqiptarëve, është profesor Ibrahim Berisha, i cili mund të thotë pikpamjet e veta, po në formë të përmbledhur, do të lusim. Tash derisa po bisedojmë për tekstet letrare faktikisht. Unë mendova si kemi filluar në vitet 60 me ato tekstet apo liber lezimi dhe si kanë ndryshuar edhe struktura e përmbajtjeve po kështu edhe interpretimi. Si sociolog natyrisht që jam marrë në aspektin kulturor edhe identitar edhe të programeve edhe të letërsisë, veç mas ndryshimi që është bërë mbas vitit 1966 në Kosovë, është hap faktikisht mundësia për përfshirjen e shkrimtarëve e veprave tyre që kanë qenë ndaluara deri atëherë, por të them drejtën ka qenë një farë ideologjike dhe politike gjithmonë që sipas mendimit tim flas si sociolog i kulturës që kanë ndjek edhe përpilimin e programeve, po kështu edhe të teksteve. E thash edhe mbram se po t'isha unë, që vendosi unë do të kisha bën ndryshim të plot të teksteve edhe të letërsisë, po edhe të gjuhës. Natyrisht që modeli i mësimit panoramik që bëhet shpesh në kuptimin se duhet më përmend sa më shumë shkrimtar e tjerë që kanë qenë program dhe kanë hyrë dhe pastaj në sedimentu dhe nuk duhet të ndryshohet, pra duhet të heqet dorë prej saj. Po përmend një rast kur isha në Zagreb në vitin 1987 në studimet postdiplomike, pavarësisht që nuk isha në letërsim, ka ra me bisedu me student letërsisë. Ata e kishin në fakultet një semester prozën e Kërlegjës, Miroslav Kërlegjës. Do thot përmes një pozatori më të madh që konsiderohem modernist në Kroaci, shpjegohej proza moderne. Shpesh kam bisedu me kolegë të letërsisë në fakultetin filologjik, pse ju nuk e vëni Kadarin një semester dhe përmes prozës Kadares pastaj të bëhen plotësimet, rrjedhat, stilet në fushën e prozës moderne dhe kështu që studentët do ta kenë shumë më lehtë ta kapin, si të them, një farë rrjedhje të prozës moderne. Po ti futë në prozë
romantik, jo, se ka askush. Po them modeli, unë po them që një shkrimtar i madh, një semestër e do, dhe përmes tij pastaj të interpretohet një ko apo një rrjedhë ta. Shakespeare për shembull. Po, absolutisht. Po, orna. Pasi se prishi e dhone e kemi propozu edhe... E di se kena bisedu, po. Nuk nga ka galu projekt. Por problemi është që ka në katedrën e letërsisë, që kur kam bisedu, thot Kadareja nuk është shkrimtar. Nuk kemi. Profesor të letërsisë. Tash është ky problemi tjetër se çfarë formimi kanë. Po realisht, që keni qenë, ju keni vrejt këto në letërsi, por janë pra disa probleme që vijnë nga pozita jo letrare, jo shkencore, por ma shumë klienteliste, jashtë letrare krejtësisht, politike shpesh e tjerë. Ajo që unë do të kisha preferu është një farë liberalizimi ploti leximit të fëmijëve. Imponimi i lekturës shpesh që ka qenë të e fut shokun derivon si literaturë obligueshme, romanin që fjala vjen një koleg e ven romanin e kolegut vet si literaturë obligueshme, më ka boni me 3 vjet radhazi në katedrën e sociologjisë ku punoj. Kam bënë një anketë me student të vitit parë, sepse e kam bërë shkrimin akademik, për disa vepra që kanë qenë si literaturë e obligueshme në të leximit, proz veçmas, se kush e ka lexuar. Për një libër, roman, nuk du me përbend profesor Tuin, kishët madh, të letërsisë, asnjë student për 3 gjenerata, ka 100 student, nuk më ka thonë që ka mund me qumë deri në fund, sepse është i pa lexueshëm. Dhe kjo ndikon pastaj refuzimin e leximit. Pra, e godet ajo sibila, e godet di prozë konfuze, pastaj një poezi atje që në një mënyrë apo të s'ka të bëj fare me interesimin e tij, dhe kështu gradualisht leximi bëhet një preokupim i dorës vitu. Vend që të nxitet pjesa kreative e nxënësit e fëmijës që të ndjek leximin që dëshiron vet. Fragmente më shumë, prozat shkurta, moderne, etj. Pra do të lidhet si të me këtë segmente. Dhe dyta e fundit një fjali, po e them, letërsi nuk është vetëm teksti letrar. Letërsi është edhe teksti matematikës, edhe filozofisë, edhe sociologjisë, edhe historisë. Tekstet e historisë i kam analizu të merja. Edhe një fjalin politik, madje. Merja. Do më thonë, janë qaq tekste palant të brendshme, nuk është shpjegimi i historisë nëse nuk ka ndodhur një betejë e ka udhëhes filani, po çka ka ndodhur me botën e njerëzve? Në aspektin urban, në aspektin psikologjik, në aspektin ekonomik, etj. Pra, janë tekste që mendoj që duhet të ndryshohen shumë, edhe të thjeshtohen maksimalisht. Të lirohen profesor për kësaj ngarkese të madhe, të lirohen edhe nxënës. Më falni se unë këtë dimensioni sociale shumë ma komplekse, kjo veç estetike e letra. Si që është ajo fjala inkurajoja që të diskutoni ju që e zbatoni programin shkollor, vetëm një diçka të shkurtër, duke pasur parasysh para se besoj ju do të paraqiteni, duke pasur parasysh atë që tha edhe parafolsi im, unë jam përpjekur në një model që kam bërë, unë jam autor i tekstit të letërsisë për vitin e 4 këtu, edhe jam përpjekur që mendoj deri dikun është arritur që mos të vihet në rend të parë ajo që s'është e rëndësishme. Çka s'është e rëndësishme? Unë nuk mendoj se jeta e autorit është e rëndësishme, biografia e tij është e rëndësishme për të treguar se a ka bërë një vepër të mirë apo jo. Do të thënë, mendoj se tekstet letrare të autorëve të ndryshme duhet të vihen në qendër. Dhe kjo tash si zbatohet? Besoj si mësimdhënësit duhet mendojnë për këtë.
a i japin tekstit letrar para së gjitha është rëndësi, apo i japin jetës e autore. Sepse ajo paraqitja panoramike ka qenë aq le të themi tradicionale, aq është bërë pastaj edhe shpifur që jeta e autorit bile duhet jetë ai pak edhe duhet jetë me përkatësi dikur që ka qenë antar i partisë, shtetë e tjerë, edhe pastaj vepra dikur në fund. Ka që mos ta zgjas, besoj që kjo mënyrë për të parë vlerat letrare që të një teksti letrar të një autori përkatës, nxënësi duhet të mësoj. Duhet ta bëjmë që të edhe mënyra se si jepet pastaj letërsia që është me vete. Kemi kohën e duhur edhe në bazë të ashtu siç e kemi planifikuar veprimtarinë që të paraqiteni për të thënë problemet konkrete që janë, sepse mendoj se probleme ka. Albona Ismeti po të jap fjalën. Kam kënaqësinë sot të jem prezent në mesin e juaj, po sërish në mesin e profesorëve të mi të nderuar, të cilët i kam pas gjatë periudhës shkollimit në universitar në Universitetin e Prishtinës. Kjo është një temë shumë komplekse, faktikisht. Unë jam punonjëse tash 20 vite në arsim, dhe krejt kohën kam punu në shkollën fillore, po ashtu jam bashkë le të themi udhëtare e ndryshimeve në sistemin arsimor që janë bërë ndër vite. Jam bashkautore e programeve për shkollën fillore. Transformime natyrisht që kanë ndodhur, sepse duke pas parasysh periudhën e gjatë që jam në arsim, mund ka rasti të punoj edhe me programet e vjetra. Reforma ka ndiku pozitivisht në hartimin e programeve të flas për shkollën fillore, por edhe për gjimnaz. Ndryshime ka patur, por çështja është shumë komplekse. Duke pas parasysh sistemet letrare, për shembull, nëse flasim konkretisht për letërsinë, në të cilat jetojnë ose në të cilat kanë vepruar dhe krijuar autorë të ndryshëm, natyrisht që jo të gjithë kanë krijuar në një sistem letrar në të njëjtën kohë. Dhe përfshirja atyre është e domosdoshme në programet mësimore. Ne, si shqiptarët mualit zi, natyrisht që e ndjejmë të domosdoshme përfshirjen e gjithë autorëve reprezentativ, eminent, si nga Kosova, si nga Shqipëria, po ashtu dhe nga Mali i Zi, aty ku jemi edhe pjesë e këtij shteti. Letërsia në shkollën fillore përfshihet 40%, kurse gramatika apo gjuha përfshihet 60%. Kurse në gjimnaz është e kundërta. Në gjimnaz përfshihet letërsia 60%, kurse mësimi i gjuhës 40%. Dhe natyrisht e kemi këtë 20%, ku ne flas për lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ne padyshim që e kemi implementuar në programet, në planet tona, sepse programi e parashek, kurse planet, të cilat i bëjnë vetëm mësimdhënësit, e kanë për detyrë të përfshin këtë 20% në planet e tyre. Mendoj se mësimi i letërsisë, por edhe i gjuhës, nuk mund të shihet i shkëputur nga metodologjia e mësimdhënies, se ne para së gjithë tash jemi mësues. Ne duhet t'ja përcjellim ato që kemi në librat tona, duhet t'ja përcjellim nxënësve tonë. Këtë mund ta bëjmë vetëm përmes një metodologjie të mirë të mësimdhënies. Dhe duke përfshirë tash së fundmi dhe të cilat gjithë na mësimdhënësa i dim metodat bashkëkohore të mësimdhënies. Ta zam po ju jap një shembull, unë kam një kolegen e cila këtu ka jetu dhe ka punu në shkollat tona, në shkollën fillore dhe sot jeton në Amerikë, në New York, ata nuk kanë libra fare, por i kanë qëllimet, këto domethënë arritjet e të nxënit, siç i kemi ne me programet mësimore, të cilat duhet t'i zbatojnë dhe nxënësit t'i përvetësojnë. Mënyra ne fakti është që të kemi është e mirë të kemi një tekst shkollor, s'është i domosdoshëm, thjesht për orientim, për mësuesat e rinj, cilat janë në fillimet e tyre të karrierës, por për shembull për një mësues si unë, që kam 20 vjet përvojë në arsim, unë nuk e kam të ndaluar që përveç tekstit shkollor që e kemi, të
konsultoj edhe tekstet e tjera ku gjej materialet që janë ndoshta edhe më të mira, edhe më reprezentative për të arritur një arritje të caktuar mësimore për nxënësin, e cila ndoshta do të jetë më efikase për nxënësin. Pra kjo nuk mund të shkputet. Mësimi e tekstet mësimore pikës pari duhet bazohen në programet mësimore. Përveç programit që duhet të jenë në përputhje, duhet të jenë në përputhje edhe me metodologjinë e mësimdhënies. Pra nuk mjafton që një autor taza me një vepër të caktuar, nëse flasim për letërsinë, përmendet, përdoret në tekstet tona shkollore dhe nuk ka kurrfarë metodologjie mësimdhënies të përfshirë në ato tazam detyrat që parashtrohen për t'ja transmetu nxënësit. Nxënësi duhet ta ketë një libër e cila përveç që përfshin njohjen elementare për një autor, duhet të ketë edhe atë anën tjetër metodologjike, siç i kanë për shembull tekstet e gjuhës angleze, të cilat na vijnë direkt nga Londra, kanë fare një metodologji tjetër të punës në libra. Unë e di që na nuk mund të arrijmë nivelin e Londrës, por nëse bashkëpunojmë më shumë, mendoj, me autorët e teksteve që vijnë nga Shqipëria, jo më larg se këtu nga Shkodra, të cilët i kemi më afër, të cilat kanë një përvojë shumë vjeçare. Nëse nuk bashkëpunojmë më shumë me autorët e teksteve nga Kosova, të cilët do të na ndihmonin neve shumë për hartimin dhe përpilimin e teksteve që do të jenë shumë më efikase se sa që kemi ne sot. Ne për shembull kemi në shkollën fillore 4 libra për çdo paralel, për të parën deri tek paralela 9, që mendoj se është një ngarkesë shumë e madhe për nxënësit. Është ngarkesë shumë e madhe. Nuk do të thotë që nëse janë 4 libra janë më të mira. Nëse i kemi 4 tekste, mund të jenë edhe 2 tekste e të jenë shumë më kualitativ, e shumë më të kohës, duke përfshirë edhe gjitha këto metodat e mësimdhënies, sepse edhe një gjë duhet të kena kujdes. Domethënë, shumë ndryshojnë gjeneratat. Më kujtohen gjeneratat e para në fillimet e karrierës time dhe të sot pas 20 viteve. Domethënë, mënyra se si frymojnë të rinjt sot nuk është e njëjtë siç ka qenë para 20 viteve. Ne duhet të përshtatemi kohës, duhet tekstet, mendoj që duhen kohë pas kohë, ashtu siç e bën për shembull Shkodra, se unë jam i informuar edhe jam vazhdimisht në kontakt me tekstet e tyre, se i kemi këtu më afër dhe i konsultojmë shumë, i përdorim besa, edhe mësojmë shumë edhe ne prej tyre, edhe si mësimdhënës. Duhen vazhdimisht të rishikohen, të boton tekstet të reja. Dimitrovi, unë e di se kemi bashkëpunuar edhe na kemi edhe një problematik tjetër që ndoshta Shqipëria dhe që e përfundova. Shqipëria dhe Kosova ndoshta nuk e kanë. Ne shkojmë paralelisht me tekste me gjuhën zyrtare që është në maltezi, gjuhën malazeze, dhe tekstet po t'i merrni dhe t'i vendosni tavolinë, vetëm vreni dallimin që kjo është në gjuhën shqipe e shënuar, kurse kjo është në gjuhën malazeze. Pra shkojnë në mënyrë paralele sepse përpunohet në mënyrë sistemore, sipas ashtu siç e parashes sistemi arsimor i Malit Zi. Prandaj edhe kohën e fundit që janë bari shikimet, unë kam qenë një prej anëtarëve të komisionit ku ne na ish leju të ndikojmë në ndryshime vetëm 20%. Pra keni parasysh, 20%, sepse po të kishim ravu më shumë se 20%, konsiderohet si program i ri. E këtë se lejon ministria. I kemi edhe na disa kufizimet tona, por mendoj që ne duhet të jemi shumë më bashkëpunues sa i përket hartimit të teksteve dhe shumë më efikas dhe shumë më shpesh ti shikojmë dhe ti rishikojmë tekstet se sa duke kaluar 10 vite ose 20 vite kohë pa i rishiku dhe pa fut ndryshime dhe transformime që i kërkon edhe koha, po dhe gjeneratat e reja. Ka njësi mësimore të zama të, ose mënyrat se si qasen autorët e teksteve një njësi mësimore, e cila nuk zgjon fare interesim të nxënësit. Fare. Faleminderit Valdona. Faleminderit juve. Çështja e përdorimet të metodave sigurisht që ka rëndësinë edhe, ko ka dhe një gjë tjetër. Ne po flasim edhe për hecjen e kufizimeve, domethënë në dalim se metoda jam unë. Çfarë do të thotë metoda jam unë? E rëndësishme mendoj se është që edhe mësimi i letërsisë të jetë efikas, që nxënësit të jetë në qendër. E jo dalim ne edhe të
mbajnë fjalime. Unë do të dëshiroja që ky diskutim të vazhdojë nga mësimdhënësit, kemi mësimdhënëse, mësimdhënëse. Edhe gjithnjë më shumë ka mësimdhënëse, jo mësimdhënës. Jo, duket se është i mirë sepse rregulli, disiplina, edhe mendoj edhe kreacioni, edhe krijimtaria duket se aty është. I kam këtu afër dy arjeta tash. Njëra nga ta sigurisht. Ndoshta tek disa njësi mësimore vrehet edhe ajo mospërputhja e përmbajtjeve letrare me moshën e nxënësve. Por është e vërtetë edhe ajo që tha kolegja që kemi gjenerata ndryshme me kuptime ndryshme, me një formim tjetër dhe besoj që edhe kjo ka ndikuar së fundmi që ndoshta duhet rishikohet bëhet një ndryshim tek teksti shkollor. Ndoshta për të përshtatur më tepër formimit të këtyre gjeneratave që ne po punojmë me ta sot. Por se ka në tekste shkollore, do të thotë mos përputhje të moshës me tekste që ne punojmë ka. Do të thonë që janë më të vështira. Më të vështira për të kuptuar, megjithëse ne ekziston metodologjia që ne e përdorim, mundohemi të thjeshtojmë. Nuk është se dominon kjo, por ka. Unë paktën nga klasa 6 deri te klasa 9, sidomos tek e 8-ve, 9-ta, ka disa tekste letrare ku është e vështirë që të përpunohen, që të perceptohen nga mosha e tyre. Ndoshta më ndërlidhem te kjo që po ndërlidhem me profesorin që thotë me romanin nis të lexoj dhe nga ajo thyerje që pson gjatë leximit bën një hap pas dhe nuk arrin ta çojë deri në fund. Besoj që është një nga arsyet është mosha me cilët nuk përputhet. Flas te klasat e 8-ta, po ashtu mendoj edhe disa autorë të cilët ndoshta janë flasin për gjimnaz e tutje, kurse nxënësit i serviret nga klasa e 6 deri në 9. Ndoshta mund të flasim për autor, po mund të flasim edhe për temat të cilet janë pa kapshëm për moshën e tyre. Ju që keni hartuar tekste shkollore, besoj që keni të hitur një gjë, unë e kam drejtur edhe vetë, aty nuk duhet të tregosh sa dije ke në kuptimin e gjerë të fjalës. Sepse shpesh herë kur shkrimtarët fillojnë edhe studiuesit që janë të niveleve akademike, shpesh herë krijojnë probleme edhe në përdorimin e terminologjive, edhe në nivelin, në stilin, kështu që teksti shkollor para së gjitha nuk është punë shkencore, po është punë profesionale. Ndonë se nuk është punë e lehtë, as pak s'është punë e lehtë. Këtu redaktori i teksteve në gjuhën shqipe Dimitrov Popovici e provon atë përdit në kuptimin që ka marrë edhe variante të ndryshme, edhe duhet ta them edhe një herë duhet ta them shkurt që ka dhënë një kontribut jo të pak në konsolidimin e nivelit të teksteve shkollore në gjuhën shqipe këto. Përfshirë edhe tekstet e letërsisë. Vazhdoj. Shko, unë do thoshe një gjë, për ta thyer pak. Kur kam qenë se thotë si bilat nuk kuptohen ose tekste nuk kuptohen. Ka film tekst këtu për shembull, e kam marrë nga Dino Buzzati, Colombre. Ajo është tekst fantastik. Një peshk ka qenë e ndjek gjithë jetën njeriu, ky njeri trebet në fund shkon drejt tij dhe ai thotë, unë s'e kam ndjekur për të vrarë, thotë. Po do t'jap të perlen, dhe kjo të siguron jetën, qetësinë, mi po tani ai ishte dashurin, ishte në një moshë që gjitha këto nuk i duheshin, që ai po vdiste. Tani është absurd i jetës. Ky është tekst shumë filozofi. Ky tregim, ka që mrekullueshëm, mund të vjet para një tregimi shqiptar që mund të jetë jashtëzakonisht shqiptar, po vetëm sepse ai duhet të jetë shqiptar. Mi po nga ana tjetër nuk ke çfarë ti bësh. Do ta japësh edhe këtë, sepse është një prallë si gërshetë, za. Ajo gruaja e bukur që futet në licencë, si e mashtrojnë shqiptar ato, domethënë viçen, i vën një pasqyrë ca veshje, sa e kapin, ajo nuk lind fëmijë, po nuk flet dhe një ditë për ditës shkon prap, lërë familjen dhe shkon në ujë. Është tekst po aq fantastik sa që është teksti i këtij Dino Buzzatit. Prava shqiptar e vjetër e kujtim ca kohë. Domethënë në letërsi, në këto tekste,
duhet di me sa më mentuar edhe nga shkollat që kam qenë vetë, për mos e zgjatur shumë, vërtet duhet i japim fëmijës tekste që i kupton. Po ka edhe një problem. Shkolla e edukon nivelin e estetik dhe përgatit fëmijën për të kuptuar tekste që janë shumë të bukura, që ai nuk mund të kuptoj, po nuk u përgatit në shkollë, nga mësuesi, nga metodisti, ta çoj drejt teksteve. Pra, edhe vështirësia e tekstit, nuk është edhe lehshmëria që të lexoj tekste, që lexoj, mos lexoj asgjë tjetër. Duhet pa të lidhura bashkë edhe ka që kisha, sepse e çdanati mësuesit që ndalon, po me mori fjalën. Kur e kërkon Trianin kryetarin me hirje javë. Dakor. Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj të gjithëve për kontributin. Unë jam i lidhur drejt për drejt me tekstet çimore, megjithatë her pas here i dëgjoj problemet që kanë bëjnë me tekstet mësimore dhe konkretisht kur jemi duke folur për tekstet e letërsisë shqipe. Është fat do të thoja që nëse sa i përket teksteve të tjera të lëndëve të identitetit kombëtar, nëse tekstet tjera kanë më shumë probleme, sepse i hartojnë të tjerët, edhe sistemi arsimor në Maltezi është i unifikuar, pra nuk lejohen, domethënë programe ose të dalësh nga ato. Dhe është për të ardhur mirë ose është fat që sot tekstet e letërsisë shqipe pra hartohen nga vetë shqiptarët. Prandaj unë mendoj që në këtë kontekst unë mendoj që nuk kemi pse ju lëm fajin të tjerëve. Unë po flas për Malin e Zi, sepse nuk po flas për Shqipërinë edhe për Kosovën. O dua të potencoj ose të nënvizoj një problem tjetër me cilën hasim shpesh. Përpos këtij për shembull Ridvan Dibra, mësohet për shembull Stina Ujkut në klasën e 8. Ai sepse profesor Ridvani ka dhënë si vjet ka qenë aty në departamentin e letërsisë dhe kur ka dëgjuar vetë që mësojnë klasën e 8, ka mbetur i habitur vetë. Se pse mësohet klasën e 8, që është domethënë është e pa në rregull por po. Një problem tjetër mendoj që është edhe pasi që ndodhemi këtu në këtë shkollë, Ardita është udhëheq, është ose drejton këtë bibliotekën këtu. Ka tekste për shembull të cilat janë lektyra shkollore, po të cilat nxënësit nuk i gjejnë në biblioteka. Edhe ky është një problem tjetër. Domethënë ju jepet është në program, edhe kjo nuk ndodh vetëm këtu te ne, ndodh edhe unë mendoj që kjo ka të bëjë me politikën kulturore ose mungesën e politikës kulturore të shteteve tona, edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës. Unë para disa ditësh ishim në një takim letërar me shkriptarin Ridvan Dibra në gjimnazin Oso Kuka. Është një ndër gjimnazet më të mira, krahas gjimnazit 28 nëntori, edhe nxënësit, ose shkolla, nuk i kishte librat e shkrimtarit Ridvan Dibra, që është nga Shkodra, nuk në ka biblioteka e një gjimnazi. Po ky është një paradoks. Po ku duhet ndollen, ose ku duhet gjendet librat e shkrimtarit Ridvan Dibra nëse nuk gjenden në bibliotekat e në Shkodër. Dhe unë mendoj që kjo ka të bëjë, po them prapë, me mungesën e një politike kulturore, sepse nëse pra politika arsimore dhe politika kulturore, sepse nëse Ministria e Arsimit edhe Ministria e Kulturës don që të ndihmoj shkrimtarët, nuk ka nevojë që t'i ndihmoj në mënyrë të drejtë për drejtë, por mund t'i ndihmoj duke bler një kontingjent caktuar, ashtu siç u fol se kishim mbrëm një takim letërar që u tha që është botuar deri në 10.000 kopje. Sot 10.000 kopje ose 10.000 ekzemplar janë të pa imagjinueshëm. Sot botohen 300 kopje ose 500 kopje, 1.000 kopje janë shumë, por edhe atëherë i ka bler Ministria e Arsimit ose Ministria e Kulturës dhe ju ka shpërndar bibliotekave të ndryshme. Ne kemi përvojë të mirë, për shembull, u përmend mbrëm në takimin letërar,
rilindja, sigurisht edhe në infrashtrë ka pasur në Tiranë, ndërkohë që sot ne kemi shtëpi botuese private, por që vjen keq ta them, po që sa i përket këtij interesit përgjithshëm ose interesit publik, unë mendoj që nuk e kanë, por më tepër janë të orientuara nga biznesi. Faleminderit. Faleminderit Jesmet, pak e kaluar kohën, po nuk më Fitorit i liot 2 minutë. vetëm një element dhe pastaj do t'ja jap fjalën në një profesor Saliba Shode se e kërkoj. Unë para se të mbahet kjo kryes e pyeta ChatGPT, inteligjencën artificiale, e thash, më shkruaj çka di për këtë çështje. Edhe çfarë më thamë në sollej për shembull, një nga paradokset, disa autorë se i kanë në mënyrë specifike, do thuaj autorët kryesorë, veprat kryesore që janë të parapare në kanë programe në tekste shkollore e tjerë, jo në Shqipëri, jo në Maltezi, edhe më tha disa autorë që ekzistojnë fare. Çka do të thotë kjo? Besoj që e dini që inteligjenca artificiale funksionon në bazë të dhënave që janë të qasshme në internet. Kjo do të thotë që nuk ka studime të mirëfillta, studime gjithë përfshirëse për një problem që është në problemet themelore të arsimimit të shqiptarët përgjithsisht. Nuk ka studime. Nuk them që nuk ka kuntesa, nuk ka kontribute të veçanta. Edhe po bëj edhe një pyetje, tu kemi edhe profesor të universitetit, a është organizuar ndonjëherë për shembull në Prishtinë një sesion ose një konferencë shkencore me këtë temë. Dhe unë bëj apel që mbase kjo veprimtari të jetë një nga përfundimet është që një nga manifestimet e ardhshme të kësaj veprimtarie në kuadër të kësaj të letërsisë shqipe në marrjen e zi të bëhet një konferencë shkencore e nivelit akademik për të parë me vërtet problemet të cilat janë. Fjalë për ju. Shkurt, 3 minuta, 5. Mësa di, unë nuk është organizuar në Prishtinë ndonjë konferencë shkencore, ndërmjet midis hartuesve, ata që kanë bërë tekste dhe ata që kanë bërë plan programe, sepse janë dy edhe profesorëve të këtërsisë niveleve të ndryshme, edhe organizimi i këtij takimi sot është, unë mendoj, shumë i rëndësishëm, për shkak se po inicohen disa fenomene, më shumë probleme që ekzistojnë sot në kulturët e letërsisë edhe, domethënë, faktikisht edhe në një përvojë që kemi secili me ballavaqimin me tekstet të mira dhe me tekste jo të mira, s'po them tash të këqija, po jo të mira. Ka praktikë, unë kam qenë vitin 2000 për vete personal, prej vitit 2001 deri në 2003 kam qenë redaktor i disa teksteve shkollore, edhe mandej i them të drejtën, kam hasur shumë vështirësi edhe s'kam vazhduar matutje, jam të rrequr për një arsye. Pse kam pa për shembull në plan programet, në syllabuset, që autorët njëjtë janë përsëritur prej klasës 5 deri në klasën domethënë ky është fenomeni që dështa ta them profesor Sadik, për shembull s'po përmendim me emra, po. Edhe autor nga Shqipëria, edhe autor nga Kosova, të njëjtë. Mësa di edhe në Shqipëri është i praktikë e tillë. Beso, mund të flasim bashkë, tregoj konkretisht edhe me emra. Për shembull, Sadik Beku, mësa di unë sa kum po, nuk është si profesor, si poet, është një nga poetët, jo po e thonë në dërsy, po është një nga poetët më të mirë shqiptar sot. Nuk është i profesuar në librat tekste shkollore në Kosovë, shkollë mesme, fjalë. As Ibrahim Berisha, ose Benak Ilmet. As në Tiranë. Po shiko, ky është problemi. Po përmendja autor që janë të njëjtë, klasën e 5, është klasën e 5, 6, 7, 8, 9. Është vitin e parë shkollë mesme, vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt. Kjo tregon. Jo, edhe disa autorë të mirë që janë të mirë, po nuk më një autor me qenë 10 tekste dhe më thonë. Kosovë ka ekzistuar një praktikë, fatkesisht edhe ekziston, mund disa shtëpi botuese për vete, kanë thirrë me këtë autor kemë bërë një, domethënë se bën paralelisht fillimisht bën honorare, sa takon me marrë honorarin, edhe bën një lloj kontrate, domethënë edhe thash jo, nuk kam mundësi sepse kam mundësi të nuk po e kam parë asnjë. Asnjëherë s'kam qenë hartues i teksteve, asnjëherë. Për shkak se unë thash tekstet shkollore në Kosovë, me përgjithësi plot e dhuron të tjerë shtëpi botuese. Janë shndruar dhe më shtëpi botuese në një biznes. Disa i qesin prej lojë, disa i fusin lojë, domethënë në një biznes i cili nuk është as
profitabil, po është megjithatë është për botuesit. Në Kosovë, rilindja ka botu deri Ibrahimi, domethënë korrigjon, më me sa di deri 50.000 kopje. Domethënë veprat e rilindjes. Autorëve Shamnajn Prashi, për shembull Dremjedia, Jerim Dorava, deri 50.000. Edhe Kadaria më duket është botuar diku 20.000 ose 30.000 vitet 80. Domethënë, sot tekstet këto letrare për las, librat, romanet, poezi, maksimumi është 500. Kosovë nuk e di në Shqipëri. Aty. 500 lezues, 500 lezues i ke. Ato mund të jenë autorë që mburren. Si do të zhvillohet letërsia kombëtare me romane me 500 lezues? 500. Milogje e vogël. Kjo është një defekt në metro, kjo është një defekt i madh. Nuk bën vende të tjera tim. Të fshirë tek ne ashtu. 1300 na spapo kena fit na e paguajmë autorin, si një do ta Vincent do ta bëtoj dhe gjuhë si një shqiptar nga shqiptarët e Maqedonisë, e kena në program, se e kam në program, do ta votoj, do ta promovoj në Tiranë panegjirin e librit kur të jena atje, por do të jap 1.000 euro, do ta shpërblej si Si drejt votimit. Kosovë nuk jep në S'ka në rang, as Shqipëria tani. Deri vjetë kena pas 700 euro kemi lanë tanë në. Ka milion, edhe në fjalë po e them, i kam milion dhe mbaj Deni Ibrahim Pinoku, quhet Basreve ka mbajt, ndjeri të më thonë. Si? Një lëndë simore quhet letërsia dollar shqipe. 70% ja autorë nga Shqipëria të rrjedhin nga Kosovë. Pse? Sepse letërsia që zhvillohet në Shqipëri është më e madhe. Nuk do të shabet kundër dhe me thonë 70 me 30. Jo, 70 janë autorë, të më thonë, autorë që shkruajnë sot bashkëkohor. Problemi është profesor te autorët bashkëkohor, nuk është problemi të Derrata Naimi si profesorit. Problemi është a është Sadiko, është Ibrahimi Saliu, a është Binoku. Kur të vdesh, edhe këtu ti e din kemi pas përvojë në një antologji bashkë. Tu nuk di në Shqipëri sa funksionon, nuk di në Shqipëri sa funksionojnë klanet në Kosovë. Ka dhe një, nuk është krejt të thjesht kjo, sepse realisht një autor i cili është i gjallë, sa do që edhe kështë të diskutueshme, mund të jetë subjektive që të hyjë, sikurse tash po shprehim objekcione pse ka hyrë një autor 3-4 herë e pse s'ka hyrë një tjetër. Por sigurisht që kriteret profesionale dhe estetike do të jenë kryesore. Në qoftë se ka edhe dikush tjetër ndonjë gjë, sepse jemi tamam në limitin për ta mbyllur. Atëherë në qoftë se s'ka, unë ju falenderoj gjithë dhe nuk ka qenë ideja që të sjellin përfundime, sado që ka dalë probleme, kanë dalur dukuri, kanë dalur gjërat që duhet të ndreqen dhe mendoj se ajo ideja që të japim mendimin se në padër të kësaj veprimtarie, në një nga veprimtaritë, të bëhet një konferencë shkencore e nivelit akademik, mendoj që është gjë e dukur për farë me vërtet probleme të cilat janë ekzistuese, po janë të jenë të bazuara vërtet në